ata s'mund të rinë do të me i vend që ku i është përdhos. Ajo, simboli i kombit vetë, sa është turp për burë. Tani, jo vetëm nga ana më falni, jo vetëm nga ana institucionale, po dhe nga ana personale o burë, ty zjet turp, Estonia, Bullgaria, Rumania, edhe ajo Gibraltari ka flamurin ti se ke. Po tani në Kosovë çik personalisht të burë. Se bëhet çik patriot, një minimalist, edhe ai nuk është se duhet të nxjerrë shpatën tani ta mbrojë flamurin, se nuk ka shkuar në luftë, ka shkuar në një kongres. Po them një gjë, në momentin që ato kurrat e kemi fjalën për atë flamurin që është djeg jashtë, po thënë është marrë është djeg. Ç'a mund me bë federata në atë rast kur është djeg flamuri jashtë? Asgjë. Ç'a mund të bëjë federata e Kosovës që digjet një flamur serb apo qeveria e Kosovës që digjet një flamur serb në asgjë. Ç'a të bëj? S'ka asnjë faj. Po të them një gjë. Unë po them vetëm një gjë. Federata e Kosovës në momentin që federata se ishte një burr i vjetër, nuk e kuptova ç'ishte ai zotëria. Ai zotëria që ishte atje, më thanë që është sekretar federate. Po, shtrus detyrë sekretarit të federatës. Markus. Gjermani. Thanë burrat e Kosovës. Po, ndërkohë, doja me thonë, është që në moment, sa i burri se kupton ai, nuk e di nga ku shtetë është? Nga Gjermania. Gjerman është. Mi Gjerman, okej, shumë mirë, po. Okej, Gjerman, shumë mirë, bravo. Atëre, ajo që du të themën është që në momentin që ta heqin flamurin, ti nuk ke nevojë me qitë pushkë burr. Çow, ju faleminderit shumë, UEFA-s, më vjen keq shumë që ju nuk më na pikpritet dot, nuk mundet dot na organizoni dot një pikpritje. Unë ndoshta mund të më kuptoj juve për këtë që si jeni tafë si serbët, nuk janë tafë të organizojnë një event sportiv. Unë kam pafund që them që kur ditën që u tha që Shqipëria dhe Serbia po tentojnë të bëjnë një kampionat evropian, nuk janë ata tafë bëjnë asnjë, ata s'bëjnë dot një kongres me sallat mbyllura, nuk lejnë dot një flamur të vogël, një katror të vogël kaq një flamur, se lejnë dot. Se janë të pafë, se janë në presionin të gjithë. Që do të thotë që Kosova dhe Shqipëria duhet ngrihen në paqe, t'japin dorën se atyre që i kanë miq, jo serbët që nuk i mikpritën dot, ti thon burra secilin pund vet, në një hotel me 5 yje janë, federata u paguan parat, as se kanë futur dorën në xhep nga parat e familjeve të tyre, të ikin, të dalin, të shkojnë atje, të shkojnë me lindën në restorant, të kënoqen, edhe të hypin avionin të në shtëpi. Nuk ka pse ata të bëjnë pushk, po ata s'mund të rinë dot me vend ku i është përdhos. Ajo simboli i kombit vet, është turp për burr. Tani, jo vetëm nga ana më falni, jo vetëm nga ana institucionale, po dhe nga ana personale o burr, ty zjet turp, Estonia, Bullgaria, Rumania, edhe ajo Gibraltari ka flamurin ti se ke. Po tani në Kosovë është personalisht të burr, se bëhet çik patriot, një minimalist. Arsim. Përshëndetje nderuar. Jam Arsim Jashari. Do të mundon dy gjëra pajtona me trenerin Faruk, të ai në hall edhe jashtë që kanë djeg, nuk ka të bëjë se s'është përgjegjësia e kryetarit të kurrë është oliganizëm edhe në të ndërgjegjjen e tyre. Sa i përket flamurit mrena kur ka fillu kongresi, punimit kongresi, pajtona me ty që çdo mënyrë demonstrative me lirue kongresin në çaq. Që kjo ka qenë detyra e tyre morale, obligative dhe ligjore shtetërore. Edhe unë jam i prek pak me kryetarin e Federatës së Shqipërisë, po çdo herë më shumë kërkoj folën shprehje po tregohet burri leg